Edhe sot pushojnë aty ku. Edhe i numra të 3, 2, që janë të vendosura me çdo komunë nga aty të dielën në mëngjes do të bësh shpërndarja e tyre për në qendrat e votimit. Por për te logjikës, fokusi kryesor i KQZ-s këtë herë është integriteti i procesit zgjedhor. Çdo lëvizje në mbi 2600 në bashkim të vazhdueshëm të kamerave. Si masë drejt për drejt e cila ndërmarrë nga KQZ është vendosja e kamerave regjistruese në çdo vend votim në 38 qendrat komunale të numërimit dhe në qendrën numërimit të rezultateve. Për të shmangur zgjedhjeve të nënshkruetit, KQZ ka zhvilluar edhe një software të ri që premton publikimin e shpejtë të rezultateve preliminare brenda së dielës. Hajde bre! Që në 12 tetor, Hajde bre! rezultatet